Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin pa emër për të diskutuar në fakt një prej temave që pritet ditën e sotme të marrë vëmendjen mediatike por dhe politike. Duket se brenda Partisë Demokratike, në këto momente që ne flasim, duket se tensionet janë rritur. Diçka po zihen brenda mureve të Partisë Demokratike. Vetë zoti Berisha ditën e sotme ka dhënë një paralajmërim të ashpër ndaj Salianit. Ka dhënë një paralajmërim të ashpër ndaj grupit që po mundohet të duplikojë lëvizjen e zotit Berisha. Një do të jetë foltore, një do të jetë dëgjimore. Pra, ky është emërtimi i paktën që mendohet që do t'i vendoset grupimit që drejtohet nga Saliani, Ali Mehmeti dhe Aulon Kalaja. Pra, këta janë të paktët individët të cilët kanë dalë publikisht mbi këtë lëvizje. Po sikur mos mjaftonte vetëm kjo gjë. Vetë zoti Berisha ditën e sotme ka dhënë një paralajmërim nga selia e Partisë Demokratike, nga selia blu, ku ka thënë ndër tjera, Partia Demokratike ka institucione, ka organizma ku merret vendimmarrje. Çdo takim tjetër është një takim privat dhe ne do të shikojmë në ditën e vazhdim se kujt i shërben. Duke dhënë një paralajmërim apo duke nënkuptuar se kjo lëvizje e Salianit nuk i shërben Partisë Demokratike, po i shërben më shumë kundërshtarit, Edi Ramës. Se sa do të jetë vërtet kjo ngjarje apo ky zhvillim apo ky deduksion që bën zoti Berisha do ta tregoj koha. Por vetë zoti Saliani ditën e sotme pret ta nisi nga Durrësi dëgjimorin e tij. Se çfarë do ndodhi në dëgjimoren e Salianit, Ali Mehmetit apo edhe Aulon Kalas, këtë ne do të mundohemi ditën e sotme të diskutojmë. Do diskutojmë mbi disa premisa, jo vetëm mbi premisat se çfarë do të sjellë kjo foltore. Por duket se deputeti Edmond Spall, në anën tjetër, ka nisur sulme ndaj Sali Berishës, sepse gjatë gjithë kësaj kohe ka sulmuar vetëm Flamur Nokën, duke akuzuar për rikthimin e Salianit, duke akuzuar për marrëveshje të heshtura dhe duke rihapur dhe një herë mënyrën se si është dënuar Saliani për çështjen e vllajt Fatmir Xhafës. Pra kjo është një panoramë dhe kjo është një situatë brenda PD-s që do të mundohet të hedhë dritë apo do të ta çojë Partinë Demokratike më shumë në errësirën që ajo ka. Në marrëveshjet okulte që kanë bërë aktorët kryesorë, në marrëveshjet okulte që kanë bërë në kurrizë demokratëve dhe çfarë ka ndodhur realisht gjatë tyre jo vetëm 4 viteve, por gjatë tyre të paktën 12 viteve opozitë. Këtë do të mundohemi të diskutojmë së bashku me kolegun Anri Bala për të ndarë perspektiva të ndryshme mbi atë se çfarë pritet apo e nisim nga deklarata e Berishës dhe më pas të analizojmë se çfarë do ndodhi në vazhdim. Ta nisim. Po. Ideja është që ta marrim nga fillimi, ose më saktë ky është fundi se fillimi. Pra kemi një grupim brenda PD-s i cili kërkon të faktorizohet. Për të faktorizuar po lëviz mekanizmat që ofron ndoshta edhe partia, pra nuk është jashtë vijës partijake që një deputet shkojë në një qytet ose qark si Durrësi që të dëgjojë si mbështetësit e Partisë Demokratike, kush janë problematikat ose të paktën kush janë ngërçet që ka sot ose sfidat që ka sot Partia Demokratike përballë pushtetit të Edi Ramës. Jo vetëm zoti Saliani, por edhe zotin Ilir Ali Mehmeti që kam dëgjuar her pas here me disa deklarata në televizion, ka përmendur se sot pushteti Edi Ramës, të paktën, është nga më të brishtit që mund të flasim për sa kohë, me thënë nuk mund ta diskutojmë fare në 2021, as 2017, as 2013. Se vërtet Partia Demokratike ka 12 vjet opozit, por pozit në terma apo në kushte më të vështira që ndodhet sot si pushteti Edi Ramës nuk ka qenë ndonjëherë. Pra, kemi një kabinet i cili her pas here përballet me skandale, zëvendës kryeministra në arrati apo zëvendës kryeministra në nënhetim apo procedim nga SPAK-u. Kemi ministrat e tjerë që pritet të jepen mas pavarësisht se nuk janë me post ministror sot që flasim, ministra ose ish ministra të kabinetit të zotit Rama që
pritet ka lënë në hetim apo në procedim, siç janë fondet e Bashkimit Evropian ose ato që ne quajmë fondet e IPARD-it, pra për subvencionimin e bujqëve dhe blegtorëve. Sot, zonja Milinda Karçane, që është drejtoresha e Akshit, ka qenë në dyert e SPAK-ut, e pyetur për disa tendera që kanë bënë me institucionin e saj. Pra, në moment ku sinqerisht Edi Rama është totalisht i zënë që të merret, të sqaroj, e para sqaroj opinionin publik, e dyta të tregoj se ish-varësit e tij, jo të gjithë ish-varësit e tij kanë ngrënë kumlla prapas shpinës, se ne mund ta kuptojmë 1, 2, 3. Në 12 vite pushtet. Mund ta kuptojmë si retorik, jo ta kuptojmë ti përqasim idenë se çfarë kanë bërë. Po si retorik mund ta kuptojmë që një kryeminist mund të thotë që 2-3 veta kanë ngrënë kumlla prapas shpinës time dhe unë nuk e dija këtë gjë. Po nuk mund mendojmë, as mund të logjikojmë se është një grup i tërë kumlla ngrënësish prapas shpinës kryeministit dhe ky nuk ka dieni. Tani, nëse ky nuk ka dieni, unë e them dhe e vazhdoj ta them që kjo është paaftësi për drejtuar kabinetin tënd, është paaftësi për të zgjedhur bashkëpunëtorët e tu, është paaftësi për të menaxhuar, se mund të jenë të ligj ata që zgjedhore. Po janë më të saktit apo më profesionistët apo më adaptit për pozitat ku kanë qenë. Po fakti që ti nuk i menaxhon dot tregon mangësi të zotit Rama dhe jo që Rama pas ka zgjedhur hajdutët të na qeverisin. Nëse janë hajdut, se deri tani presupozohet pafajshëm, po flasim në teori. Pra siç e sheh opozita ose siç e sheh opinioni publik pushtetin e Edi Ramës sot në 2025, ose siç e do shohin nëse ky pushtet do vazhdojë deri në 2029 dhe Rama do sfidojë pra Partinë Demokratike dhe partitë e tjera për të fituar zgjedhjet, për ta çuar Shqipërinë përmes kumlla ngrënësve prapas shpinës së tij drejt BE-s. Tani, sikurse e thash, në këtë pozita ose në pretendimet e zotit Ali Mehmeti, po dhe të pretendimet të zotit Sajai, besoj se janë të drejta. A u shkojnë këtyre kauzat është tjetër gjë pastaj. Pra a ju qëndrojnë kauzat e këtyre apo kauzat e tyre përkthehen në si thuash legjitime përballë opinionit publik ose do ketë një lloj reagime, do ketë një lloj mbështetje, kjo është tjetër gjë pastaj. Ama kërkesa apo pretendimet e këtyre deputetëve i qëndrojnë. Që pushteti i Edi Ramës është i dërmuar, këta nuk arrin dot. Këta vazhdojnë prapë të jenë mëkesë e Edi Rama. Dhe përsa kohë janë mëkesë e Edi Rama, kush do e bëj rotacionin politik? Cila parti sot e ka mundësinë për të bërë rotacionin politik? Asnjëra. Mari Magron Shej 2 mandate, Lapa 1. Ky Tom Doshi që është në koalicion është koalicion me PS-n, po jo dhe sikur ti gënjej mendja për të bërë, nuk e bën dot. Zoti Qori është me 1 mandat. PD-ja ka 50 mandate. Ku Lam harron njëri? Jo, s'ka njëri tjetër. Kështu që këta janë pak a shumë që presin të bëjnë rotacionin politik. Tani nëse ti nuk arrin dot kur kundërshtari jot është në pikën e tij më të dobët ose në si thuash fuqitë e tij, më fal, janë të raskapitura që merren kryesisht për të përballuar sulmin apo goditjet që po i bën reforma në drejtësi që këta kanë votuar vet, ti atëherë nuk ke asnjë shans ose përmes këtyre shanseve të humbura duhet bësh një lloj analize, besoj unë. Analiza është pse ndodh kjo. Kush janë faktorët? Se gjithmonë deri më tani Ermal këta janë gënjur me retorikën që na e vjedhin, na e bëjnë administrata, le ti marrin mirë qenë edhe sikur janë, po tani me çfarë mekanizmash do luftosh ti? Si mund të përballesh ti me demokratët ose mbështetësit e Partisë Demokratike që mos janë fare demokratë. Mund të jenë socialistë kthyer në demokratë. Pak janë, po ta zëm për 1 sekond sikur janë. Si mund ta
ruash ti balancën me ta dhe si mund të japësh ti atyre shpresë se nëpërmjet lëvizjeve apo mekanizmave që ata vetë kanë thënë, pra votuesit e Partisë Demokratike kanë thënë Partisë Demokratike për të qenë pjesë parlament, për debate parlamentare dhe për çdo lloj lëvizje politike që duhet bëjnë, ti nuk arrin dot të bësh një rotacion politik dhe je në një periudhë, do të thoja unë, në zgrip. Ku Partia Demokratike çdo ditë apo çdo vit rrezikon, si thua, është kurrjen ose një lloj hemoragjie e cila kërcënon edhe stabilitetin politik në vend. Pse kërcënon stabilitetin politik në vend? Sepse Rama lëvizi pa shqetësuar. A ke parë një kryeminist që thotë që ka disa subjekte në SPAK dhe nuk do t'ja di për opozitën sepse opozita nuk është e gati ta marrë pushtetin? Nuk ndodh kjo. Nuk mundet që ti të presësh nga Rama që të largohet Rama ose ta marrë SPAK ta marrë Ramën. Se dhe nëse SPAK e merr Ramën, nuk ka asnjë garanci që nëse ikën Rama fiton Berisha ose fiton Partia Demokratike. Mund të vinë një Ram tjetër. Besoj unë. Dhe përposa saj, unë besoj se kjo lloj lëvizje mund të jetë e shëndetshme, por është e vonuar. Sepse ishin po këta që kur u poqën kushtet, ju ftofën ndjenjat. Pra kur u poqën kushtet me dështimin e zgjedhjeve të fundit të zotit Berisha, këta do dilnin vetvetiut të kërkonin dorëheqjen e zotit Berisha, asnjëri prej tyre nuk e bëri. Ta të gjithë u rreshtuan për një pas zotit Berisha, nuk po flas për Salani, se zoti Salani besoj pas zgjedhjeve, disa muaj pas zgjedhjeve u lirua nga qelia, në mos gaboj, diku në periudhën shtatore, august, se më mend tani. Ideja është që si do zgjidhet ose si do jepet drejtim apo si do jepet një lloj rrugtimi demokratëve, mbështetësve, atyre që nuk e duan më Ramën, që mund mos jenë asnjëra nga këta të dy, ose si do jepet një lloj alternative tjetër përveç asaj alternativës humbse që Partia Demokratike ka dhënë deri tani. Kjo është përgjigja. A na jep Saljani me Ali Mehmetin, me Gjungshin apo me këta të tjerë të nuk edhe një diçka të fundit, të lutem normal. Ne kemi parë që të tilla lëvizje që kanë qenë jashtë qëndrimit apo vijës ose nuk kanë pas mbështetjen e bazës, nuk kanë dështuar. Po këtu nuk bëhet fjalë se s'kan pas mbështetjen e bazës grupi parlamentar i PD-s ose deputetëve të PD-s, po flas për bazën e mbështetësve ose bazën e demokratëve. Këto lëvizje kanë dështuar. Ne kemi parë me Edi Ramën, kur ish ministri Ditmir Bushati, në atë kohë u krijoi një pol, si thuaç, kundra Edi Ramës, pasi Edi Rama ja anashkaloi. Me sa më kujtohet mua, pakta për shkak të lidhjeve të tij, ai arriti të krijonte një pol me zotin Damian Gjiknuri dhe zotin Nikoj Peleshi për shkak të miqësisë apo dhe bashkëpunimeve që kishin pasur në kohën kur ishte kabinet qeveritar dhe në thonjza arriti të sfidojë deri diku pozitat, nuk është se i sfidoi se e kërcënoi pozitat e Edi Ramës, po arriti të sfidojë të bënte një opozitë brenda partijake, qoftë në parti, po qoftë dhe në parlament, dhe një opozitë të drejtuar nga ai gjatë kohës që Edi Rama ka qenë kryeministër. Po çfarë ndodhi? Edi Rama rekrutoi Damian Gjiknurin, rekrutoi Niko Peleshin, dhe kur erdhi puna, Ditmir Bushati ngeli vetëm dhe e nxori nga çdo funksion partijak. Dhe kjo lëvizje këtë rrezikon që zoti Berisha të josh iku zoti Gjungshi, më duket, që në fillim u largua apo jo, e bëri sekretarin e sigurisë, mos gaboj? Këshilltar sigurie, po. E pra këshilltar i sigurisë, e bëri këshilltar sigurisë. Mund t'i ofrojnë Ali Mehmetin postin e kryetarit Bashkisë Tiranë në zgjedhjet e ardhshme të 2027-s, apo jo? Ti do jesh kandidati në 2027, ose mund t'i ofrojnë që në 2029 të jetë, bas zgjedhjet kandidat për Bashkinë Tiranë, 2029 të jetë deputet në listat e mbyllura, apo jo?
Shumë dakord jam. Iku dhe Ali Mehmeti. Mund t'i ofrojnë, ku dëgjon, kush ka ngel aty? Aty ka ngelur në këto momente Që janë të rëndësishëm, që kanë peshë. Auloni, Aulonit mund t'i ofrojnë bashkinë e Fushkrujës, a Krujës, a ku dëgjon? Krujës. Të Krujës. Iku dhe Auloni. Sa Auloni nuk është se do dalin nga PD, Auloni thjesht. Jo, Auloni dhe vetë është artikuluar, më ka marrë në telefon, më ka thënë do flasim, dhe unë kam vajtur, po unë nuk lëviz nga partia, ka thënë. Nuk kam ndërmend asë lëvizje tjetër, asë që shumë i qartë Auloni. Iku dhe Auloni. Me qenë të ngeli zoti Saljani, Berisha madje, ndryshe nga Edi Rama, që të shbën nxjerrë jashtë partia, mund t'i ofrojë dhe Saljani edhe post tjetër. Pastaj këtu është teza anëri që pastaj këta nuk po luftojnë për pra po çfarë po e bëjnë? Parimi që ndron këtu. Deri në këtë moment askush prej tyre nuk është i qartë në atë se çfarë thotë. Pra, ata duan të shkojnë tek demokratët për t'i dëgjuar demokratët, por nuk flasin për problematikat që ka Partia Demokratike. Për çështje madhore, siç janë çështja non grata, siç janë mbështetja për drejtësinë, siç është edhe meritokracia, brenda partisë ata nuk flasin. Pra në ata në asnjë moment nuk thonë që problematikat vijnë nga këto shkaqe. Dhe për sa kohë ata nuk artikulojnë qartë, dhe prandaj do duhet të presim çfarë do artikulojnë ditën e sotme në foltoren e Durrësit, ne duhet kuptojmë që nuk ka dritë në fund të tunelit, e para. E dyta lidhet me faktin që vetë tashmë zoti Saljani është i kushtëzuar. Pra, deri në këto momente vetë zoti Berisha nuk i ka ofruar asnjë post. Sot Edmond Spau. Cila është mundësia që ti ofroj një post? Në çfarë posti mund të kishte zoti Saljani? Po unë mendoj në sytë e zotit Saljani mund të kërkonte ose sekretar përgjithshëm ose sekretar organizativ. Por të dyja këto poste, anër janë nga dy njerëz cilët janë shumë besuar të zotit Berisha. Siç është Flamur Noka dhe Klevis Balliu. Dhe tani zoti Berisha, nëse do të kishte ndërmend. Sekretari përgjithshëm është Flamuri për sjarim për opinionit, sekretari organizativ është Klevisi. Kështu që dhe zoti Berisha, nëse do ta kishte në refene Saljanin, do i kishte ofruar një prej këtyre posteve, por për shkak të shumë konjekturave dhe për shkak të asajt se çfarë këta kanë gatuar bashk, në sytë e zotit Berisha, më të shtrenjtë sot për momentin janë Flamur Noka dhe zoti Balliu. Dhe Saljani i kushtëzuar në këtë dhe i gjendur në këtë rrugtim, i duhet me domosdo të bëjë një akt politik se ndryshe fshihet. Fshihet nga harta politike, 10 vjet është i dënuar. Në anën tjetër u pretendua kur dilte nga burgu që në Partinë Demokratike do e prisin me mbështetës se lan vetëm. Si 10 vjet, më fal, jo 10 vjet më. Aq e ka përjashtimin. Jo, ka 10. Presi s'mund të jep deputet. Jo, 10 e ka. 10? 10. 10 e kam unë informacionin tim, jo 5. Unë e dija 5, edhe thjesht ka që e kap dhe mandati tjetër i shkon 8 vjet, si thuash, elektorale. E di te 10. 5 vjet është rehabilitimi, se nuk ke se si. Okej, nëse është 5, unë e di 10. Jo, shife si është puna, është 5, po nga që 2029 këtë e kap brenda 5 vjeçarit, pra shtyhet për qafshami shege në 2033-shin. E kupton, 2033-shin. Dhe ai... Sa i 2029 nuk kandidon dot për shkak të... Dhe shtyhet për 2033-shin. Pra 8 vjet nga... Kështu që në këtë kontekst... Nga lirimi. Në këtë kontekst, qofse ai nuk thet një aktor politik, anëria i zhduket nga... Dhe çdo sakrificë i ka bërë për Partinë Demokratike, i zerohet dhe çdo gjë atit i ikën komplet ora e tij politike. Kështu që vetë Saljani tashmë i gjendur në një cep të ringut, i duhet veproj për të shpëtuar veten e vet. Por në këtë rast, nëse zoti Saljani zgjedh që të jetë vetëm një nënpunës i zotit Berisha, atëherë unë mendoj që më mirë do të ishte të rinte larg kësaj pune, se do të mirte kosto mbi supë që nuk ka pse t'i mbaj ai përsipër. Dhe ajo që çfarë më rakordon mua përsëri që në optikën time nuk është e shëndetshme,
duket sikur të dy këto foltore, një foltore. Mos të ketë mundësi të kandidojnë poste për poste. Po, atë e kap 2029, a kështë drejti. Po, pëse kap 2029 atë? E kap 2029 atë dhe i bie që ai vjen 2034. 2033, po, ndjes. E kap në 2033, dhe kështu është i kushtëzuar, sepse Saliani vetë duhet bëj një veprim. Ose duhet të ndaj mendjen që me politikën duhet rikthehet mbas 10 vitesh. Pra të riergjinizohet, të merret me punët e veta dhe mbas 10 vitesh, nëse demokratët ja mbajnë mend sakrificat e tij. Mbas 10 vitesh unë nuk besoj se Berisha do të jetë në si thuash në mundësi fizike, tani në që kena pa ne, vem baste 4, se disa baste i kemi humbur, po nuk besoj se do ketë energjinë që në pas 8 vitesh, kur tjetë 90 vjeç, 89 vjeç, 90 vjeç, do ketë fuqin që të bëj foltore ende... Jo, po Saliani ka një problem tjetër, nuk e ka vetëm të zoti Berisha, po Saliani ka dy kundërshtarë... Jo, them, mund të ndryshojnë dinamika totalishtare të Partisë Demokratike. Po këtë mera ka Saliani tani, në optikën time. A i ka dy kundërshtarë sot që flasim ne, që është Gazmend Bardhi dhe Belind Këlliçi. Gazmend Bardhin a i e shigjetoj edhe në opinion. Kur i dërgoj Fevziut foton dhe i tha ka deputet që rinë kafe, po nuk kanë vota. Dhe kanë marrë në ofiqe. Ky është problemi i PD-s, duke shigjetuar Gazin, i cili në fakt gjithë karrierën e tij politike në mënyrë underground, edhe ajo është një zotësi, ka përfituar poste të cilët nuk ka sakrifikuar aq shumë. Sot Gazmend Bardhi për shembull e nisi si këshilltar, më pas u bë ministër teknik, u bë sekretar i përgjithshëm, sekretar prapë i përgjithshëm, kryetar grupi parlamentar i cili vazhdon. Në anën tjetër Saliani ka bërë ka shumë përpjekje, ka vajtur deputet. Ama duhet themi që është njeriu më i saktë që e njeh procedurën parlamentare se sa të gjitha ata të tjerë, ose ndër më të saktit. Ore, procedurën parlamentare nuk atë në ana profesionale, ai në ana profesionale vazhdon, por PD-ja në përgjithësi në ADN-n e saj ka pasur jurist të mirë. Jo, unë flas tani nga çai ka ngelur morë, nuk po flas po tani ai ka ngelur aty, ai dhe Oerti. Oerti ka marrë punën e reformës, ky ka ngelur me këto. Oerti është zëvendës. Po. Kryetari i kuvendit apo jo? Nën kryetari i grupit parlamentar. Nën kryetari i grupit parlamentar. Kurse ky është kryetari i grupit parlamentar. Dhe jo, janë Belindi me Luciano nën kryetar të grupit parlamentar. Belindi me Luciano. Oerti merret me reformën zgjedhore, atë kanë lënë ata si kohë për reformën zgjedhore. Në këtë pjesë është dhe Belindi. Belindi sot që ne flasim është në Amerikë. Dhe Saliani ndjen lagështin e këtyre dyve, nuk ndjen lagështin e zotit Berisha. Pra Saliani thot, unë po fshiva nga Partia Demokratike, unë mbas kontaktin me strukturat, unë mbas kontaktin me influencat politike dhe ekonomike, dhe unë pastaj më roftë dhe ai burg që bëra se nuk më vleu për asgjë. Dhe këtu ai mendon edhe subjektivisht, por dhe objektivisht, sepse e dim çfarë përballet, sidomos kontekstin në Shqipëri, që po fshive njerë nga rruga politike, e ke shumë të vështirë, si thaj, më të vështirë e ke të hysh, se sa dalësh. Se sa dalësh. Në kontekstin kur je jashtë, pra, kur je, qofse ke qenë një herë, futesh dhe del, e ke shumë herë të vështirë të rikthesh. Pra, ky është parimi, se në parim është më e vështirë është të dalësh, që dalësh i palagur, e kupton, ky është parimi. Kështu që në këtë kontekst, unë e shikoj Salianin të destinuar të shkoj drejt përballjes. Po a do ketë guxim Saliani të shkoj drejt përballjes? Sepse në informacionet që unë kam, zoti Berisha e ka ditur këtë gjë. Dhe në fund të ditës, siç ishin të infiltruar në takimet me zotin Saliani, Berisha mund të ketë pasur shumë e shumë tjerë të infiltruar për të arritur tek një, do të thoja, një blokat që i vjetë Saliani në to momente. Dhe ajo që mua sot jo më shqetësoj, po më bëri sens politik të përgjigjes, vetë zoti Berisha sot e paralajmëroi Salianin. Paralajmëroi Salianin, paralajmëroi dhe njerëzit e tjerë që shkojnë te kjo lëvizje. Tha ne kemi institucione, kush vazhdon me takime private, ne do të vazhdojmë nga ana institucionale. Pra, në anën institucionale i po thonë, nëse ju vazhdoni kështu, unë do t'ju përjashtoj. Saliani mund ta marrë këtë kosto të përjashtohet. Po Ali Mehmeti, nëse Flamur Noka i pritet rruga, thot pse do marrë unë këtë kosto.
Pësa ata se dinin që do përjashtojnë ose e bëjnë televizin? Ata kanë menduar, shiko, Anëri, do njeriu mendon që në këtë moment Zoti Berisha është pozita të vështira dhe nuk e ka luksin na përjashtoj. Por duhet mendojnë që Zoti Berisha si në pozitat mira, si në pozitat vështira njësoj ka vepruar, nuk ka ndryshuar asgjë nga Zoti Berisha në qëndrimet e tija. Dhe mund të marrim edhe këtë diskurs, ata kanë dashur t'i masin dhe impulset Zotit Berisha, duke e parë që realisht Partia Demokratike është në një pozitë shumë të vështirë, dhe ata kanë kuptuar që tashmë mund të përfitojnë nga përkënaqësia që mund të kenë demokratët. Pra, këta po luajnë lojën e tyre. Çështja që ndron në sytë e mi. A do t'i shkojnë dhe a do të përqafojnë demokratët këtë lëvizje të Saljanit? Ditën e sotme, po të shikoje kryetar degësh Partisë Demokratike, kishin rikthyer fotot e Saljanit me Shkop. Dhe nuk është rastësi në parti kur kryetar degës të caktuar i kthejnë fotot e Saljanit me Shkop. Me çfarë Shkop? Në 8 janar, Saljani me gjithë drejtën e botës, ishte me gjithë drejtën e botës se do mbrojtës, aty po t'i kishin kapur ata, do ishte bërë gjakderdhja vu dhe ne mund të analizojmë shumë nga televizori që si mori e i Shkopi, më i ka qenë dhe unë e kam thënë edhe në për ekrane dhe kur ai mundohet të justifikoj, kam thënë po bën gabimi më të madh që justifikohet, se në fund ditës nëse ata të vinë me vare, ti do mbrohesh ose do e lësh veten që ata të marrin nxjerrin zvarr nga ajo seli, e të bëjnë turp. Ani në ato situata kur tjetrit vjen me shpulla e me shkopinj, ti nuk do kesh parimin kristian, do kesh parimin hebraik. Dhëm për dhëm. Kështu që në këtë kontekst, kristiani është ai që kthen faqen tjetër. Po. Kështu që bëra që t'ja themi dhe në këtë kontekst vetë Saljani rrugtimi që ka bërë i ngre shumë pikpyetje që çfarë karte besueshmërie ka dhe ai te antarët, sepse tashmë këta kanë nisur me fabulat, vetë njerëz pranë Zotit Berisha ose jashtë rrethit Zotit Berisha, që thonë është njeri që ka bërë vetëm dredhi. Dhe tani këtu do të shohim që kjo foltore dëgjimore do nxjerrë në pa qelbe të tjera që ne nuk kemi parë nga infeksioni i PD-s, apo do i bashkoj këto dy nga foltore dëgjimore do bëhet një tryeze madhe. Po, kjo është çështja. Unë thoja që në thelb ose emergjencë sot nuk është për të nxjerrë qelbet e PD-s. Pavarësisht se absolutisht që PD-ja të reformohet, ka nevojë për një lëvizje ose ka nevojë për një lloj frymarrje brenda partijake, sepse këta e kanë uzurpuar çdo lloj posti, çdo lloj karige, dhe kur vjen puna, nuk pranojnë as debat brendshëm, sillen si pronar, sikur janë pronarët e partisë dhe jo sikur janë funksionarë ose misionarë të partisë, në respekt të votuesve ose mbështetësve të partisë. Kështu që në këtë kontekst, por thelbësore ose si thuash pjesa më e vështirë e kësaj përçarje do thoja unë, ose debati brendshëm, jo përçarje, ka të bëjë me fatin e politik të kësaj partije, ose të fatin politik që duhet ketë kundërshtari i kësaj partije. Pra në thelb sot nuk janë të rëndësishme foltorët, rëndësishme është çfarë do bëhet me Ramën. Këta e kanë marrë prapë akoma lento, pra dal nga dal, se kemi kohë deri në 2029 të futemi prapë në garim me Ramën dhe tani do bëjnë foltorë tjerë. Pastaj nga 2028 do të shikojmë mirë, të zgjidhim ja 2-3 gjëra të brendshme dhe pastaj janë kohën e Ramës që ti na përçave, ti na vodhe e ti na bëre, por Rama merret me tjetër gjë. Ndërkohë që këta s'merren me asgjë, merren me vetën e tyre. Pra, Partia Demokratike ka ngel me një qorsokak që kryesisht është duke pastruar veten, ndërkohë Partia Socialiste ose më saktë, Partia në kryet pushtetit apo Partia Qeverisë po pastrohet nga spaku. E kupton çfarë lloj absurdi po ndodh? Po do pastrohet ndoshta nga debati brendshëm ose ndoshta nga ambicet e brendshme të disa njerëzve, kurse PS-n po e pastron spaku.
Dhe prap, këta nuk arrin dot që të krijojnë asnjë lloj, t'jenë faktor, ose t'jenë shpresë, ose t'jenë partia alternativ për zgjedhjet të ardhshme 2029-s, pasi pushteti 16 vjeçar të konsumuar të Edi Rama, si çdo qeveri tjetër në botë. Kështu që unë nuk besoj, e rëndësishme sot është të merresh me Edi Ramën nëse ka bërë diçka. Pra, një parti do të ketë fokus Edi Ramën, ose Belinda Ballukun, ose ku dëgjon këta të tjerë. Nuk mund të ketë fokus tani se iku Sajlani të bëjë një xhiro atje të Durrës te plazhi në Golem me disa njerëz. Lëre më ta bëj, mos u merr fare. Ana shkaloje, po i ke bëj. Unë mendoj Anëri që si strategji, ka dy opsione në këtë. Fokusi është, du të tregojmë, më fal. Nëse do ishe shefi PR-it në Partinë Demokratike, do ta shkatrosh Ervin Sajlani brenda ditës. Ne merrim me Ramën, ky merret me na dëmtojnë ne. Ne punojmë për demokratët, ky punon për Ramën. Iku mbaroi. Po, ka diçka ndër, prandaj do të thosh që këtu ka në optikën time është një strategji e gabuar, ose këtu nga kush? Edhe foltorja dhe dëgjimorja. Pra të dyja në këto momente që janë nisur dhe foltore dhe dëgjimore, në optikën time janë një strategji shumë e gabuar. Pse janë një strategji shumë e gabuar dhe nuk mund të ta them dot a fshihen interesa ekonomik dhe politik pas. Ti sot ke numrin 2 të qeverisë, të cilin kryeministri Rama po e mbron me dhëmb. Pra, del në rrjetet sociale, del merr shprehi të gjyqtarëve amerikan, anglez, del në ZDF, thot amerikanët hedhin bomba, europianët janë më të strukturuar, ka hallin se po shkeljet ekzekutivi me gjyqësorin dhe në anën tjetër i prishen këto balancat midis pushteteve, dhe vetë sot Partia Demokratike duhet ishte duke i bërë presion zotit Rama që t'i kërkonte dorëheqjen e zonjës Belinda Balluku në optikën time për kredo të tyre politike. Pra, zonja Belinda Balluku si koncept, ta kam thënë, është portreti i pushtetit politik ekonomik që ka qeveria Rama, se Rama ja delegoi gjitha. Sot këta për kredo të tyre politike duhet ishin nga mëngjesi deri në darkë të dilin te tuneli Llogaras. Të thoshin ky është tuneli që mori 50 milion euro. Ky është tuneli që këtu ai thoshte ai është hedhur çimento, është hedhur ekur apo nuk është hedhur. Të vinte në rrugën që u shëm me njëherë 360 milion euro. Të shkonin aty, të denonconin nga mëngjesi deri në darkë. Të vinin në rrugë të cilët mund të kishte problematika të caktuara. Të shkonin para kryeministrisë, të dilin nga selia e PD-s, të flisin nga mëngjesi deri në darkë për këtë problem. Dhe vetë, pak se Rama është në krizë, edhe pak presioni i opozitës, unë mendoj që dhe pak presioni i qytetarëve, se më pas krijohet si orteka, jo pak njëri, pak tjetri, dhe Rama do ishte i destinuar ta lëshonte sa më shpejt zonjën Balluku. Këta, në këtë momente që duhet luftonin zonjën Balluku, zoti Berisha del dhe thot do bëj një foltore, e a thua se zoti Berisha nuk i njeh demokratët, a nuk e di se çka ka shkelur, a nuk e di premtimet që ka dhënë, dhe Sajlani del pikërisht thot unë do bëj një dëgjimore me demokratët, sikur nuk e di se kush është problemi real aty. Dhe këtu të dy këta futen në një qorsokak, dhe ne sot për shembull mund të merreshim me Ballukun për lajmi sensacion, është opozita. Sepse i gjithë target grupi që këta bëjnë, ti edhe para 2 ditësh, edhe para 3 ditësh, kjo që ka ndodhur. Ne duam të merremi me Ballukun, po këta nuk merren vetëm me Ballukun. Dhe pastaj ti themi ne mediave pse s'merresh ti, po jo, media shkon te klikimet. Kur shikojnë që vetë opozita nuk e ka, sepse edhe vetë natyra ne jemi Ballkanas, duam shumë çfarë tha, si i tha, pse e tha, çfarë i bëri. Kështu që në këtë kontekst, opozita vetë po përdor një strategji të gabuar, ose, të thash, ka interesa ekonomike që ka detyrë t'i paguaj ndaj mazhorancës. Dhe kjo është kaosi më i madh
shikohet i çapo bëhet dhe me avokatin e popullit, janë të çakorduar. Japin firma, thon pastaj do i 300 firma. Sikur ja u bëri njëri sikur i detyroi njëri. Pastaj thon, jo, po ne nuk e dinim që ka një kandidat aty të Sorosit. Këta janë të shmandur tërë. Tani më thuajti mua, bën sens kjo gjë? Tani është njëri aty që si ka mbushur 18 vjeç dhe nuk e di çfarë firmos? A është njëri pa shkollë aty? A është njëri pa përgjeshëm? Ka sa duash, po problemi në sensin e kam se janë po janë 28 firma. Janë 35. 28 kalon pragun. 35 e ka marrë ai dhe ka marrë dhe të tjera. Po, dakor, me 28 them kalon pragun. Po, ai ka 35. Po. A që janë ata të PD-s? A është të tjera ato, mësa. Po a që bashkëmalata tani dhe në këtë kontekst, Anëri, të një çakordimi, të një absurditeti që e rrethon, të një tymnaje që e shoqëron PD-n, nuk mund të presësh më. Dhe ka dhe diçka tjetër që unë mendoj. Zoti Saliani ishte nga njerëzit e parë që dilte dhe thoshte edhe akuzonte zotin Berisha. I ka thënë emërtimet më të rënda, i ka folur Gazbardi, nuk i ka thënë asgjë me ato që i ka thënë zoti Saliani Sali Berishës. Dhe zgjodhi të ndryshonte qëndrim. Në të drejtën e vet e mendon ashtu politikën. Tani dhe kur ti e ke menduar që zoti Berisha ishte shpëtimi dhe ti vajte brenda bunkerit zotit Berisha, tani mos prit që zoti Berisha të dëgjoj dhe të binde ty mbi ato premisa që ti do. Zoti Berisha ka qenë që në 90 deri më sot me njerëz cilët e kanë njohur atë dhe thonë është po i njëjti, nuk ka ndryshuar në asgjë. Nëse si mendojnë këta që do ndryshojë zoti Berisha 82 vjeç, unë nuk e di. Por mbase është shpresa vdes e fundit, edhe këta po mundohen që nëpërmjet shpresës ta arrijnë dhe të shohin që zoti Berisha ndryshon. Prandaj e shikoj gjithë këtë situatë pamundur. Mund të bëj dhe mund të jetë një sensacion mediatik, por jo politik. Do shikosh Anëri, në qoftë se situata tensionohet, do shikosh kur të fillojnë dhe t'i nxjerrin njëri tjetrit marrëveshjet. Se kanë bërë asnjëherë, ma akot budalliqe, budoli vetë Berisha tha për Gazbardhin deklarata politike. Po në për gjëra që këta gjithmonë për njëri tjetrin flasin për gjëra që i din të gjithë. Vetëm Gazbardi ka thënë për Flamur Nokën, për punën e Vilës atëherë, edhe në kushtet ku besoj se ka qenë kërcënuar, ose pozitat e tij kanë qenë kërcënuar nga Flamur Noka në parti, edhe në ato nivele e bëri. Unë mendoj më shumë që zoti Bardi e bëri atë televizin që uste mendojnë ftohtë, Anëri. Mendoj më shumë zoti Bardi e bëri atë televizin që të krijonte një grup mbështetës të tij. Koka e Turku duhet ishte Flamur Noka, se është i besuar dhe nuk ka problem. Dhe rriste pikët e vetë në opinionin publik, por dhe grupin parlamentar dhe më pas vinde të bënte dealin që bëri. Si funksionon një që të ka akuzuar dhe të ka quar në SPAK, ti e ke aty kryetar grupi? E ke aty sepse qëllimi ishte më madhor. Qëllimi nuk ishte për Flamur Nokën, qëllimi ishte për të bashkuar me Berishën. Jo, si funksionon që këta e mbajtën? Po këtë po të them. Pra, në qofse ti bën një debat me mua, sot. Dhe Marsidi është njeriu që vendos këtu. Dhe ti nuk e bën debatin me mua për të më mundur mua. Ti e bën debatin me mua që Marsidi të marri ty dhe të vendosin një post më të lartë. Dhe Gazbardi nuk e bëri debatin apo e çojnë Flamur Nokën SPAK, se ishte për të çuar Flamur Nokën SPAK dhe për të sjellë drejtësinë Partinë Demokratike. Gazbardi e sulmoi Flamur Nokën që të krijonte tek ata të cilët ishin të lëkundur, njeriu e besueshëm që ky i del betejave para dhe më pas koha e tregoi që ky lëvizi si grup dhe e mori grupin parlamentar të Partisë Demokratike e çoi te zoti Berisha, aty u rivitalizua zoti Berisha. Dhe në zgjedhjet e majt zoti Bardhi shpëtoi veten e vet, shpëtoi dhe zotin Koreshi dhe të tjerët të cilët e ndoqën zotit Bardhi ju prek koka. Pra këtu ishte, Flamur Noka që do të shkojë në SPAK është një kokë turku e prerë, por e vetëdijshme,
për të arritur qëllimin më madhor dhe për të shërbyer Sali Berishës. E kuptoj. Diabolike është si kontekst, por gjëra që ndodhin politik dhe historia ka treguar shpesh herë që ka ngjarje të cilat ndodhin mbi këtë premis. Patjetër, nuk po them gjë, unë dakord jam me ty. Problemi është se si mundet, si vazhdojnë e rinë këta me njëri tjetrin aty. Po rinë sepse ata e kanë pasur atë qëllim, Anëri, pra ata kanë bërë paqe me veten e tyre për atë gjë. Ata i shërbejnë, shko Anëri, unë do thosh se çfarë opsioni më të mirë kanë. Kjo, ka diçka. Unë nuk jam marrë ndonjëherë me analiza të them që ka filan makinë, ka filan pasuri, por nuk do të që në opozit pasurosh. Dhe në qoftë se ti shikon këtyre gjithë këtyre, këta në opozit janë pasuruar të gjithë. Po prandaj po them. Po dhe këta që janë. Ska, o Anëri, kishte një fabull, më nuk ka rëndësi, po ta them. Kishte një fabull Elisa Spiropalin ato, kishte një fabull Sajmir Tahiri, kishte një fabull Erion Veliaj. Këta nuk kanë as fabula. Po thot gjem njeri më se e kuptojmë shumë mirë, po hyren politik normale të krijohen rrjeti më i madh të gjitha. Nuk po thot gjë njeri për këto. Po të paktën e kishin një fabull, e bënin një betejë. Këta nuk kanë bërë asnjë betejë dhe këta janë pasuruar pafund. Dhe kjo është ajo që ngre pikpyetje dhe shqetësor, se ta kam thënë shpeshherë. Opozita do Sokrat të vuajtur dhe jo do rrët kënaqur. Është aja e gjithçkaje. Kështu që në këtë kontekste dhe në këto zhvillime, unë mendoj që e gjithë kjo panoramë do të ngrej dhe shumë pikpyetje dhe unë nuk e di se si do të gjej zgjidhje kjo situatë. Se është kaq e paqartë dhe është kaq e kamufluar me hajdut politik nga tëra anët, sa edhe kauzat, sa edhe problematikat janë të paqarta mbi perspektivën që do të ketë Partia Demokratike. Do të shohim sot se çfarë do ndodhi me foltorin që do të ketë bërë zoti Saliani, do të shohim sot a do t'i vënë një emër këta, se ne ja ta shohim Salianit, po ai deri tani nuk merr përsipër që thotë këtë foltore po e nisun. Kështu që ne në këtë kontekst duhet shikojmë dhe duhet presim që a do ndodhi realisht kështu, apo do ketë tjetër mënyrë të vepruari. Pra, ti si je shef, mi thënë, si mendon do përfundoj? Unë pa të ardhme, unë e kam thënë dhe e kam shpjeguar pse do jetë pa të ardhme, sepse mënyra se si vepron zoti Berisha, mënyra se si ai ka pararendur këtij veprimi dhe mënyra dhe fuqia që ka sot Saliani në optikën time nuk mjafton për të ngritur atë ortek, është ndryshe të kesh fuqi mediatike dhe është ndryshe të kesh fuqi terreni. Domethënë, njerëzit që janë të suksesshëm politik janë më të suksesshëm në terren se sa në media. Në optikën ime, mund ta kem gabim të. Çfarë thua? Po. Dhe kjo lidhet edhe me faktin e Salianit dhe nuk e ka sepse ç'a ndodh. Gazmend Bardhin e ka armik brenda partisë. Belin Këlliçin armik brenda partisë. Sali Berishën armik brenda partisë. Flamur Nokën armik brenda partisë. Këta i ka armik. Në ana tjetër nga grupi i Bashës, po ashtu, ata që janë demokrat nuk e kanë mbështetur. Kanë mbajtur qëndrimin e Bashës. Kështu që Saliani është midis dy zjarreve. Vet nuk e ka provuar sa vlen, që ta provoj ta testoj veten tani. Do shikojmë sepse këta, këta janë po të njëjtit njerëz, se nuk vjen njeri në opozicion, mos kur jenë në krizë të ri pranë teje. Tani ne do shikojmë çfarë do të ketë fuqi të prodhoj Saliani, sepse vetë zoti Saliani ka provuar betejë, ka provuar me Belin Këlliçin me forumin, e humbi, më pas u gradua nga zoti Basha në Partinë Demokratike dhe sot do duhet parë cilat janë apo kush janë njerëzit që mbështesin Salianin brenda Partisë Demokratike. A do jetë javë Saliani të përthithi pa kënaqësitë që mund të kenë edhe Berishën dhe me Bashën? Kjo ngresh shumë pikpyetje. Dhe tani në optikën time përsëri ta them që e shikoj pa të ardhmen sepse ajo parti domethënë ka funksionuar me dy pole. Edhe nuk ka funksionuar kur me madje edhe individ të cilët janë rreth e përqark, e din shumë mirë që ajo parti ndahet midis dy poleve dhe historia ka treguar që
është njësoj jo Andri, kur zihen 2 veta dhe e ha gjithmonë i treti, ai që futet mes për t'i ndarë. Ta fiks. Edhe Saliani do tentoj që të përfitoj nga kjo gjë, po do bjerë viktime e këtij ekuacioni që është ke parasysh që thon po të shtohet ti që u fute aty, se mirë kur i nje, po kur si nje ç'a do. E kështu është dhe kjo punë. Do 2 veta që luftojnë për pushtet. Dhe Saliani mendon që mund të përfitojë nga betejë e tyre, mendoj që secili prej tyre i ka marrë masat për të parandaluar këtë gjë. Në mënyrë të tërthor, në mënyrë jo të tërthort, por edhe fakti që ka shumë individ, sepse shumë pak janë prononcuar, por në informacionet që kam unë, jam shumë individ të cilët e kanë refuzuar pjesëmarrjen. Edhe te kafja, por edhe në angazhimin që ka dashur zoti Saliani të bëj. Kështu që kjo, sepse ne shikojmë vetëm Durrësin, por ne do presim po në Tropoj, po në Kukës, po në Lezhë, po në Shkodër, po në Vlorë, po në Fier, po në Tepelen, po në Përmet, po në Memalej, po të marrë tërë këto, po në Berat, shumë komponenta edhe ti e di shumë mirë që një parti, për te çfarë ne diskutojmë, një studio të vogël kemi ne dhe sa shpenzime ka, po një parti. Kështu që në sytë e mi është shumë e vështirë, dhe është patarë. Po, se Saliani se doli me lek nga burgu. Po dhe dali me lek nga burgu, ç'a do ndodhi. Kisha fjalën që punoj atje dhe bëri lek. Dhe ti e di që lek bën këtu vetëm po punove me ram. Po. Pasur biznese dhe ke biznese të trashëguara. Po sa do më nuk bëhet partia me biznese të trashëguara. Po s'mbahet se ti nuk do tani këta në logjikën e tyre asnjë si e plek ata. Abdyl Frashëri e sakrifikoi për lidhjen e Prizrenit. Ata s'kampanjën u sakrifikoi as për lidhjet demokratike, as për lidhjet socialiste. Kështu që më shumë e kanë ngrënë antarët në këtë pjesë. Kështu që jo, në këtë kosta. Antarët, biznesmenët. Nëse mbyllet ta besoj se e konsumuam sensin, mund të flisim çik për avokatën e popullit, por ju se kemi një gjë më. Çfarë do themi ne, të bëjmë ne kot atje? Jo, bëjmë kot, ideja është. Po të bëjmë kot në sensin që ata do dalin, do ta zgjedhin, edhe është vullnet. Ideja është sepse po ndodh, për të thënë publikut që është gazbardhi i cili nuk e do zotin Shabani. Po të shka gazi? Edhe po bën, po sepse gazi është mik i ngushtë i zonjës avokate aktuale të popullit. O, Erinda Ballancës. Kanë qenë dhe në klasë bashkë. Po pse nuk duan për Erinda Ballancë, nuk po duan? Po, jo, përveç asaj. Po tani kanë 3 vjetë Erinda Ballancë që ka marrë mandati. Pra, Erinda Ballancë është 4 vite ri avokati popullit? 5. Ndjenjën time, dhe ka dhe 3 vjetë ekstra që e mbanë mandatin se këta nuk bien dakord. Po më përpara nuk kishte votat. Edi Rama ta bënte. Po, tani ka. Tani ka votat. Dhe këta këtu dhe po bëjnë këtë lojën që i dhash firmat, pra zoti Shabani ja ka mbledh firmat gjithëve këtyre. Duke qenë se është zoti Shabani, po edhe këta nuk e di se si mund t'i kenë dhënë, nuk e di se çfarë justifikimi kanë për firmat. Po edhe unë se kuptoj dot, prandaj thash është Pse ke frymosur ti? Se ti përsa ke kandiduar për të qenë kandidat për avokatin e popullit dhe ke firmosur, nuk ka as i predispozit ligjore që më mbrapa ti thuash i tërheq firmat mbrapa. Si tërheq firmat mbrapa? So ti mund të rinë gjithë ditën me ty në të tërheqësh firmat. Ti a e pyetur, a ke firmosur, a ke rënë dakord, a ke deklaruar atë që ke firmosur. Po ky e bën këtë për ta shtyrë, do ta shtyr, sepse nuk i intereson për momentet dhe për ta vënë pozita. Pra është pazar dhe nuk është qëllim mirë. Është pazar, se do ta mbaj edhe një 2 vite. E marr rregullon mikrofonin se ti nga zëri, thot zoti Haxhiduka. Nga se ka qenë kur kthejnë një kokën kështu, është vërtet. Ndoshta kur kthejmë kokën. Edhe zoti Gazbardi i ka premtuar ta mbajë disa muaj tjerë zonjën Ballancë aty me sa flitet. Sa duket avokati. Duke bërë këto skemat që nëse pranojmë zoti Shabani. Nga avokati popullit kthehet avokati Gazit. Pashtu duan. Avokati Gazit është. Tani do ta mbajë edhe çik më shumë që duan avokatën e PD-s, po avokat PD nuk ka. Avokati popullit duhet të mbi palët, mos ketë lidhje as me njërin me tjetrin. Tani po ta shohësh Gjola Hysaj që është, Adriana Kalaja. Janë partjako burr. Ata e përjashtuan atë Lady Brown, mos gaboj, si kandidat sepse ishte partjak. Me avokati e di Lady po. Avokati i Partisë Demokratike. Po më thanë patën deklaruar që nuk mund pranojmë dot avokat, ne duam avokat popullit, jo avokat ne
PD-s. Ka një dyshim shumë të madh. Dhe ata e përjashtuan si kandidaturë. Dhe tani duhet vendoset avokati Gazit, këtë po më thua. Tani do avokati Gazi. Jo, Gazi e ka avokatin aty. Këta duan të avokatin ta rikonfirmojnë. Të shty afatin për avokatin e tij. Dhe po bën këtë mekanizmin pasaj kjo se thot jo po ja thot po Shabani Shisori se atë ngjit, nëse PD voton Shabani bie narrativa kundër Soros. Kjo narrativa me Sorosin tani e morën vesh ta që e zejmë që Endri Shabani është i Sorosit, nuk e dinin këta. Po treqereku këtyre i Sorosit janë, mo Berisha e Sorosit, Basha ka qenë i Sorosit. Po çmo Sorosi nuk është... Se kanë bërë Sorosin sikur është kriminal, kupton e? Sorosi është njeri i cili ka universitete, ti mund të shkosh atje, pastaj janë ndjek ti agjendat e tij apo agjendat e tua gjë tjetër. Po jo mo Berisha i Sorosit, më ka qenë Basha i Sorosit, kanë qenë. Kush janë ata që s'kanë qenë Sorosit? Ka qenë të gjithë Sorosin. Fatosnan, Rama, Erioni. Po gjithmonë s'ka lidhje. O Anri po jo, thot që i bie narrativa. Këtu nuk ka se si di bie narrativa, se nuk ka lidhje që është i Sorosit dhe këta nuk e dinin e morën vesh tani. Sepse kanë votuar mbi 35 deputet, kanë firmosur më saktë 35 deputet, ndoshta më tepër të marrë firma nga Endri Shabani dhe nuk kanë se si thonë sot të reqin firmat ne se duam ne. Sepse është bërë një procedurë, është pallur kandidaturat, kanë dalë emrat dhe pritet votohen. Tani këta kanë frikë se mund të marri Shabani, avokat në popullit, ose se kushtëzojnë dot pësën që t'ja japi atyre ku duan ata, votat i ka Partia Socialiste. Ata i kanë dhënë opsionin Partisë Demokratike që t'japi kandidatët e tyre. Dhe thonë, midis kaq kandidatëve ne do votojmë njërin, kandidatët janë Partisë Demokratike. Por ama për ta votuar do votojnë ta, se këta nuk i kanë votat. To si kanë votat as për të marrë Saljanin brenda partisë, jo më zgjedhin avokatën e popullit. Besoj që s'kemi çfarë diskutojmë. Të dashur miq, duke falenderuar secilin për jush, bëni subscribe, regjistroni kanalin ton dhe miru pafshim, do të dëgjojmë përsëri në fakt mbi intervista dhe zhvillime më të fundit.